Praktikisht dasma, po mendoj, dasma për çato bot, dasma bot për me përhajru një gjatë mirë që po ndodh, jo për me shku edhe me bo muhabete ose me pas mundësin dikush me fol me njani tjetrin, po me uqu, me valzu me njani tjetrin edhe me bo një gzim të përbasht faktikisht. Na azvet nuk e kuptojnë çka dojnë, edhe kur shkojmë pi kafe një kafeteri për shembull, e keni vret gjithë secili ka tu dikun perëndim ose ka shku, lëshojna muzikë të ujë. Ti shkojnë për një kafe edhe aq shumë që është muzika, do me thonë, ti nuk mundesh mu qetësu, ti shkojnë për një kafe, njëjtë është në restorant. Do me thonë, investohet shumë në muzikë. Po njëjtë ka qenë atëherë edhe në shtëpia, kanë qenë defa, daullet, faktikisht ka pas... Ne kemi traditat fetare dhe kombëtare. Për shembull, tash e kom sjellën një libër si dhurat, me që Brunei e ka pranu, do me thonë, edhe e ka jek vizat për Kosovën, e kemi bu një libër, ata një javë e festojnë dashmen. Thotë kush ja po vesh një diell, jo. Ti po martuash, ti je duke ndërtu një kështjell, je duke ndërtu një familje, duhet t'i kushtosh rëndësi, të festohet edhe aspekti fetar edhe kombëtar. Do me thonë, është koha kur buhet, për shembull, le të buhet në restorant, po pse mos japim hapësirë dhe gjysmë dite le të buhet në katund, edhe të gëzohen edhe fëmijët. Po nuk është që ka humb kjo pjesë e traditës, apo mendoj që është duk fare krejt kjo? Jo, na jemi duku tjetërsu. Na gjithë shkojmë me këqyr, çka po bën TikTok, në rrjetet sociale, çka po bën edhe ta bëj çto. S'është tjetërsi. Kur ka qenë dasma e fundit që ke marrë pjesë, hoq? I ka, do me thonë, një familje, do me thonë, po djev. Po. Dhe... Kur ka qenë? Ka qenë, do me thonë, vitin 2021. Po, 4 vite. Nuk kanë dyshu diçka, jenë titat... Jo, diçka çka faktikisht edhe hoxha e përmendi që puna po qesin kushte, në martes, e tjerë. A është maj mirë, pra zgjedhje maj mirë me bashkëtu një qëf njëherë para se me u martu? Kjo është një temë këtë tjetër, a martesa bashkëtes. Unë e mendoj që bashkëtesa mas pari në prizmin fetar nuk lejohet. Pse nuk lejohet? Për shkak se, kur themi... Në aspektin psikologjik se shumë tome, hoq. Po tërgoj drejt. Në qoftë se ti, pse atër po pranohet martesa më Sidni, pse na pja detyrojmë një qiftit pa u taku heq, veç kur tash se si futet në shtrat e pash burrin ose e pash gruan. Asaj nuk lejohet. Po jo lejohet. Unë tash me që kom kryer studimet islame edhe komparacionin fetar dhe për fejt e tjera, ne kemi një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam që shumë pak studiuhet figura e pejgamberit selam. Një grua është martuar në këtë formë që tha pa, edhe nuk i ka pëlqyer bashorti. Edhe ka shku dhe është tanku